Na gjithë shka bojmë për Kosovën. Jetojmë për Kosovën. Vim vendin tonë. So po ju bën me u ndje mirë kjo pritje nga Shumë sa bukur, shumë bukur. Vetëm kur për një të forë shqip zemra po m'bëhet mal. Pa banan, nuk ndrohet maskam. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Gjendemi këtu në Saç Kafe në pikën kufitare në Mërdare. Saç Kafe ka vendosur që të dhuroj ujë, kafe dhe pije të ftofta falas për të gjithë mërgjimtarët. Tani unë pranë vetes e kam Elmen me të cilën do të bisedojmë më shumë rreth këtij aksioni. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Elma Dema, menaxhere e pikës në Podujev të Saç Kafes. Sot jemi këto për mi u tregu traditën tonë ndër vite që e kemi, po ashtu pjesën ku na ofrojna pije falas, kafe, po ashtu edhe ujë. Faktikisht ky nuk është komplet qëllimi jonë për me ofru vetëm këto produkte falas, po edhe për mirëpritjen e mërgjimtarëve. Duke marrë parasysh që presin me orë të tona në kufe, kështu që edhe është këgja e lodhshme. Për këtë arsye kena vendos Saç Motën edhe vendosim çdo sezon të verës dhe të dimrit për mirëpritjen e mërgjimtarëve. Duke marrë parasysh që mërgjimtarët janë veçantë për neve edhe për vendin tonë, unë e di që edhe gjithë e dim që ata vinë me mallë për vendin e tyre dhe për familjet e tyre, kështu që jena mundu të paktën me këtë gjest sa do të vogël muj me thonë, me i mirëprit edhe me ndje një farë lloj ngrohtësie në momentin që hinë këto. Ne e kemi detyrim, muj me thonë ashta, me mirëprit me plot respekt, me bujari edhe me ngrohtësi të madhe mërgjimtarët. Cili ka qenë reagimi mërgjimtarëve kur e kanë po që të gjitha pijet i kanë falas? Muj me thonë që reagimi tyne kanë qenë mjaft i mirë edhe mjaft shoqëror, sidomos me këto vajza cilat punojnë këto, edhe këto e kanë një gjuhë këgjat mirë në raport me ta, po edhe ata ashtu kanë qenë shumë mirëpritës. Cilat pjet ftofta mundin për me gjetë këto? Mundën me gjetë ujin e thjeshtë, limonadë, borenicë, po ashtu edhe kafe të ngrohtë. Okej, sot ditë ka me zgjat ky aksion? Për momentin e kena vendosur për 8 ditë, po momentin që veç e shohim që ka ende mërgjimtarë cilët prisin në pikën kufitare, mund të me zgjat deri 15 ditë. E përmendet që aksionet të tilla keni bërë edhe viteve të kaluara në sezonën e verës dhe të dimrit. Po herave të kaluara ka sot ditë ka zgjatur, edhe a janë mësu tash mërgjimtarët, a e din që i kanë falas? Po janë mësu se kemi vitet tona cilat na gjendemi këto, edhe jemi pranë pikës kufitare në Mërdar ku e hapim Saç Motën. Viteve tjera ka zgjat thujse deri në 15 ditë. Këto muj me cik prej sezonës kalume, sezonës dimrit, ku kemi qenë prezent për 15 ditë rresht. Vetëm 8 ditë për neve po na dogon pak këto e po që edhe mërgjimtarët se janë me orë tona ende duke pritën pika kufitare. Cili kish me qenë mesazhi juaj për mërgjimtarët për fond? Një mesazh për mërgjimtarët, muj me thonë edhe lloj falënderimi që thujse çdo sezon dhe çdo vit i kemi prezent në Kosovë. Mundohemi gjithherë me konë mi pres ndaj tyre, po ashtu falënderimi ju takon edhe atyre që janë shumë të sjellshëm edhe bujar me neve. Në rregull, ne të falenderojmë shumë. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Përshëndetje, prej cilit shtet na keni ardhur sot? Vim pe Gjermania, pe zëgenit Gjermanisë. Që so vite jetoni në Gjermani? Që 28 vite. So shpesh vini në Kosovë? Vim një herë, 2 herë në vit. So ju merr molli për Kosovë dhe çka po ju mungon mas shumte? Na gjithë shka bojmë për Kosovën. Jetojmë për Kosovën. Vim vendin tonë. Në jem mirë në vendin tonë, kem kontribu për vendin tonë, kem shtëpiat tona këtu, kem familjarë tonë këtu, i përshëndes gjithë, i përshëndes edhe ata si janë këtu edhe ata si janë anej. So po ju bën të lumtur fakti që sa po jeni hyrë këtu në Kosovë, e kemi parë Saç Kafen që po ofron pije falas për të gjithë mërgjimtarët. Çish po ju bën me u ndjej? Na ndihem mirë, qysh do se të cilën na ndihem mirë këtu. Edhe me fundimet dikuj na ndihem mirë. Si jem vendin tonë. Mërgjimtarët gjithë kanë me pas interesim për Kosovën, për vendin e vetë. Edhe
s'ma mërmene se kanë më largu ato. Unë jam vetë, i kom 4 djemë, të 4 të martun, 9 nipa i kemi, gjithë shka bojmë për Kosovën. Për më ardhë fëmija tona petë, me vizitu, me jetu në atash vizita se na... Pro nuk e mendoni me ardhë me jetu në Kosovë? Jo. I kem kriju atje zdo gjonë, shosnin, rrethin, familjarë. Për çka ju pas ka marrë molli mas shumëte? Për gjithë shka. Për këtë vanë. Për zdo gjonë. Faleminderit shumë, edhe një mesazh nëse mundesh më na dhon. Ju përshëndes, faleminderit edhe ju. I përshëndes gjithë diasporën që gjinën këtu edhe anej, të vinë vendi jonë. Kënejna dezinformata kem kalu rrugës, ase në ka pyet kush, kem kalu shumë mirë. Ka raste se na maltërtojnë po, në raste edhe na gabojnë po, çdo gjonë rregull. Gjithçka ka shku mirë, udhëtimi kom super. Shumë i mirë, shumë i shpejt, i lodhshëm po mirë. Këto i keni falas prej Saçkope. Faleminderit shumë. Kjo është për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit sa ma edhe mirë. për juve. Shumë faleminderit, kaloni mirë. Përshëndetje. Fillimisht na tregoni nga cili shtet na keni ardhur sot. Kena ardhur nga Gjermania, nga qyteti Düsseldorf. Sa shpesh vini në Kosovë? Po, çdo herë na vimi ka 2 herë në vetë, po ka raste që vimi edhe më shpesh. Për naj dorësëm o diçka naj që ka. Çka po ju mungon mas shumë në Kosovë, për çka po ju merr molli? Për Kosovën mas shumë ditë, tani pika parë është nona. Nonën e ki do me thonë Kosovë. Nona në Kosovë. Ajo janë edhe atjeve që ajo ka dëshikë me nejtë më shumë. Dhe për ata vina na më shpesh. A keni me taku nonën të porën kur të shkoni sot në shtëpi? Nonën më të parën në shtëpi, tani të tjerë familjarë. Sot Saçkope ka vendosur për me dhuru pije falas, ujë të ftoftë, kafe edhe çdo gjë. Sa po ju bën për me u ndjetë të lumtur? Shumë. Se të vinë në Kosovë çdo herë na duket gjitha gjanat, uji me vina duket tjetër. Okej, po ja u dhurojmë ujën. Kjo është për juve, ju boft mirë. Faleminderit. Faleminderit Punë bo. për ju. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur Mirë se sot. ju gjeta. A ju pas ka marrë molli për Kosovën, që shka lut rrugës? Shumë. Pak kemi lodh, po mirë kemi kalu. So ka zgjat udhtimi edhe a ju ro për me prit në kolona? Dikon 25 orë deri me tani, e në kolona kemi prit Hungari 2 orë e gjys, edhe këtu në Merdare dikon janë 1 orë e 15 minuta. A ju kanë nxjerr ndaj problem? Jo, asësi jo, shumë jemi të knaqen. So keni me qëndru në Kosovë dhe kanë keni me taku mas pari kur të shkoni në shtëpi? Planifikojmë dikon 3 javë me nejnë në Kosovë, për me taku që shkojmë shpiton, se kemi kërkan, e kemi shpinë e lirë. Veç vetë e keni shtëpinë. Shtëpinë tonë edhe këtu edhe në Gjermani. Për çka ju kish marrë molli mas shumë ti sot kur erdhë në Kosovë? Më ka marrë malli më së shumë ti me thanë të drejten për Kosovartë, për shoqni, për daj, halla, tezët, gjitha kështu. Qysh kaloni kur vini në Kosovë? A ftoni mysafir në shtëpi? Edhe i ftojmë edhe naftojnë. Mirë shumë. Në cilin shtet jetoni? Jetojmë Bat Neunar, Avala, afër Bonit, në Gjermani. Do me thoni keni krejt fëmit, ato nipat, mbesat. I kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 gjallë. Jemi që 35 vite në Gërbet. Edhe jemi të lumtur edhe atje edhe këto. Sa shpesh vini në Kosovë dhe a mendoni për me u kthy ndajherë në Kosovë, për me Ja, jetu? 2 herë në vetë vimi në Kosovë, ama për me u kthy jo. Pse? Se tash prak pensionimit edhe fëmijët nuk na vinë edhe çështë. Sot Saçkope ka vendosur që për të gjithë mërgjimtarët që vinë për me dhuru ujë ose pije të ftofta falas, kështu që po ja u dhurojmë edhe juve
Okej, kjo është për juve edhe për bashkëshorten. Faleminderit shumë, se po më prit. Çfarë mesazhe keni për mergjimtarët? Të gjithë mergjimtarët inshallah vinë si kemi ardhur na, si është mirë e mas miri. Faleminderit për pritje dhe për gjitha. So po ju bën me u ndje mirë kjo pritje nga Shumë Saç bukur, Kope? shumë bukur. Vetëm kur për një të forë shqip zemra po më bëhet mal. Faleminderit shumë me pushimet e Faleminderit. këndshme. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur në Kosovë. Nga cili shtet erdhët sot? Përshëndetje, unë vi nga Anglia, mirë si u gjeta juve, edhe si u gjetëm ja, jeni mirë. Mirë jemi edhe na. A jetoni në Kosovë apo në ndonjë qytet tjetër? Jetojmë në Tropojt, jena të Shqipënisë. Okej. So shpesh vini në Tropoj edhe në Kosovë, a keni më shkuar heç? Na kalojmë në Kosovë pothuajse çdo ditë kur vim në Shqipëri. Në Tropoj vim herë në muaj, herë në 2 muaj, ka 2-3 ditë edhe ikim. Sot, so keni me qëndru, duke qenë se ardhët. Sot do ikim në Tropoj direkt dhe besoj se nesër ose masë se do ikim për Angli. Që so vite jetoni në Angli dhe a jetoni me familje apo vetë? Jetoj me familje në Angli, kam 11 vite i gjysë, po bëj tani, që në shkull 2015-ës. Kanë keni me taku mas pari kur të shkoni në Tropoj, edhe për çka ju pas ka marrë molli mas shumëte? Po benon, nuk ndrohet mas kam. A ju mungojnë gjatë kohës kur jeni në Angli? Në përgjithësi na kanë ardhur, na kanë vizitu shpesh edhe ata si me dokumenta, po më shumë rrinë në Tropoj, po faleminderit Zotit na kanë mirë. Qysh keni kalu rrugës, so ka zgjat udhëtimi? Jena nisë dje në gjesë në orën 9:40 minuta nga Anglia edhe tani, po në fare, vetëm sa kena si të petrol. Në pushime a keni me shku dikon, a keni planifiku? Me ik direkt te puna. Nuk është as që thjesht Anglia, se që mendoj një tjertë. Hec keni me pushu, a? Ja fare. Veç me punu. Këtë vit ja. Okej. Saç Kope ka vendosur që krejt mergjimtarët që vinë për me ju dhuru pije falas, kështu që ju mundeni për me zgjedh apo doni boronic, limonad ose ujë të ftoftë. Po si rregull duhet m'ju dhuru na juve, jo ju neve. Pse? Po Çish po ndiheni me këtë gjest të Saç Kope? është funa sepse në gjithë u them, kur vim na në Shqipëri, prap paguajmë na. Kur vini ju në Angli, prap paguajmë na, kështu që më mirë paguajmë gjithmonë. Okej, cilën po e doni? Po ja sjeli një ujë. Okej, ne po më që në makinë është edhe vlog, kështu që po jo dhurojmë një për vllon edhe një për juve. Faleminderit juve. Gëzime, ju i Zoti edhe kaloshi sa më bukur. Faleminderit shumë.